Tash me ardhen e AI, me ardhen e inteligjencës artificiale, kësaj veç ju ka rritë edhe më shumë fama. Ju ka rritë edhe më shumë nevoja dhe trajnimet për që tematikë jo veç ka ju rritet kërkesa. Do më thonë, sasia e AI-t që është në treg nuk është duke e dëmtu programerat përkundrazi, a? Kjo çka është të bërë, një dëm është të shkaktu, domin që përshkakton është që fillestarët nuk po kanë më shans me depërtu. Pse se domethënë që ato çka mund me bëj fillestari AI po bën shumë mirë. AI e bën mirë edhe ato edhe të programerit mesatar, të avancumit, hala nuk është domethënë deri në atë nivel, po kërkesa domethënë kur ka AI shumë, kur ka kërkesë për AI shumë, se tash janë kompanitë që domethënë deri tash kanë thonë po na se dina çka është AI, korporata të mëdha për shembull mjekësisë, të industrisë, çfarë për shembull kena bashkëpunuar me një klient që është në prodhimtari të hekurit, apo den. Domethënë në Evropë. Në thash ata as nuk e kanë ditë as çka është AI, as çka është agentic AI, kur e poshtë kanë bënë bashkëpunim publik me Google-in. Pse? Se kjo i vjen për reputacion edhe me hyp atje stu kur domethënë me ble njerëz domethënë stok për më rrit vlera në bursë. Tash krejt që kjo është një, çu më thon, eksperiment tepër i madh që është ndodhur. Dhe kjo i ka aspektet e saj pozitive dhe negative. Aspekti negativ është që fillestarin në programim e ka demoralizu. Se s'ka, më domethënë shumë problematike me marrën e dikon si programer në fillim, kur më marr veç një njerëz të avancuar, domethënë që i ka për shembull 5, 6 vjet, 10 vjet përvojë, edhe më thonë nëse tash 4-5 agent ose më pas 4-5 punëtor, apo den. Mirë, po në anën tjetër kërkesa për këta është të shku në rritje. Është domethënë kërkesë në rritje sepse me rritjen e inteligjencës artificiale që përmena ka më pas kërkesë për çdo më shumë, e çatë kërkesë nuk mund të zbaton domethënë një civil i tjerë që është veç më dhënë ke në zonë domethënë një 67 vjeçor të bujqësisë më thon ha dhe marrën ato agjenta. Këto sigurisht. Këto s'e bën.